Një burr i ka thonë Muhamedit a.s. ju mhi me një kopsht ja Rasulullah, edhe u kanë i kufizum kopshti. E kum gjetë një grua aty. E kum ba me atë grua gjithçka çka njeri ban me gruan e vet, vetëm se nuk e kum bashku. Pe kuptani. I ka thonë Muhamedi a.s. i ka thonë, a u fale me neve? Ka thonë, po ja Rasulullah. Ka thonë Muhamedi a.s. me të vërtet veprat e mira i shlyjnë veprat e këqija. Të më thënë, qofë se ti ke ba në gjina musliman, rigati saleh, rigati falo. Ka njerës që thuen të ku ka let, veç me ba harame, e pastaj me ba punë mira. Kujdeso musliman, nuk lejan Allahu Azugjel me ba punë mira kur ti me qëllim, me kast, i ban veprat e këqija. E në qovë se Allah në rujtë rëshet njëherë, e ban një gabim, të falë Allahu Azugjel, edhe si rezultat i të falënit Allahu Azugjel, ta mundëson që ti me ba veprat mira. Nuk është qash let me ba veprat mira. E ke posa njeri, as njëherë nuk falet. Shumë let, s'falet. Nuk është që shkujton ti veç të ku ka let, unë e baj një gjina, tani kur du falë, nuk mund është më falë, bashkë kur du shti. Palije në Allahu Azugjel. E kur t'janis me punu mira, me eda është hajrin, me urejt shërën, atëre Allahu Azugjel të letësën mu afruta Allahu Azugjel. Lusëm Allahu Azugjel në bëbri muslimanët mirë.